Sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ky vendim nuk është as i momentit e as nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit. Është reflektim më i gjatë i imi mbi atë se çka i duhet Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Është nevoja për të krijuar një momentum dhe një mundësi të re për familjen tonë politike. Dhe si dikush që nuk ka pasur asnjëherë ambicie për të qenë kryeministër i vendit, në zgjedhjet e ardhshme unë konsideroj se kandidati ynë duhet të jetë edhe kryetari i partisë. Andaj këtë vendim e kam marrë me bindje të plotë si vendimin e duhur dhe në asnjë mënyrë se jam lodhur se jam zhgënjur. Po sepse dua që besoj që secili kryetar e mendon njëjtë. Ditën kur e merr detyrën është edhe dita kur për herën e parë mendon se si do të largohet prej kësaj detyre. Dhe sot, pas shumë kohë reflektimi, besoj se ka ardhur momenti i duhur. Sepse një parti që beson në zhvillim, duhet besoj edhe në ripërtritje. Një leadership që kërkon ndryshim për Kosovën, duhet ketë guxim që të krijojë hapësirë për ndryshim brenda vetes. Prandaj, sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ky vendim nuk është as i momentit e as nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit. Është reflektim më i gjatë i imi mbi atë se çka i duhet Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Është nevoja për të krijuar një momentum dhe një mundësi të re për familjen tonë politike. Dhe si dikush që nuk ka pasur asnjëherë ambicie për të qenë kryeministër i vendit, në zgjedhjet e ardhshme unë konsideroj se kandidati ynë duhet të jetë edhe kryetari i partisë. Andaj këtë vendim e kam marrë me bindje të plotë si vendimin e duhur dhe në asnjë mënyrë se jam lodhur se jam zhgënjur. Po sepse dua që partia jonë ta marrë frymën e re që e meriton. Këtë jeni të sigurt të gjithë e bëj me paqe në shpirt dhe me dashuri në zemër, me dashuri për PDK-n dhe me dashuri për Kosovën. Sepse unë konsideroj se PDK është më shumë se sa një parti. Është një amanet nga ata që luftuan për liri, për shtet dhe për dignitet. Dhe amaneti mbahet gjallë vetëm kur ne udhëheqim me shembull, me guxim, me përgjegjësi dhe me mendje e zemër të hapur. Kur dim jo vetëm si të qëndrojmë mirë, por edhe si të largohemi mirë. Kjo është detyra e një lideri. Të di kur ta dorëzoj me dashuri atë që e kam mbajtur me përgjegjësi. Unë mbetëm në PDK, me përkushtim plot dhe me besim pa lëkundur. Me bindje të thellë se PDK mund dhe duhet bëhet më e fortë, sepse kjo parti është më e madhe se secili prej nesh. Dhe ne e kemi për detyrë të qëndrojmë bashkë. Prandaj sot si një thirrje pej zemrës, ftoj çdo antar, çdo strukturë, çdo mbështetës të bashkohet, të jemi si një, si asnjëherë më parë.